Sonte ka qellu e ajte dhe është nata e parë e Ramazanit, faktikisht dita e parë e Ramazanit, iftari i parë. Sonte i kanë nxorr krejt muslimanët e botës edhe muslimanët që jetojnë në vendin tonë. Kështu që na ju urojmë agjerim të lehtë atyre që agjerojnë, edhe ata që nuk e agjerojnë, nëse s'mund me agjeru, bile mos ju bojnë dëm këtyre që agjerojnë. Le t'ja bojnë ushqimin, darkët, iftarin, syfyrin, le t'i presin mirë gjatë ditës. E unë sonte e kom nisë këtë emision me 3 motrat që janë fantastike, motrat Buniku që më ndoket që shtu bashkë i kom pas një herë para një 10 vjetëve. Penisi për matë modhës, jetës, meritës edhe Albinës, mirë se këni ardhur. Mirë se ju gjetëm. S'pari shfryzoj rastin gjithë besimtarve kudo që ndodhen, t'ja uroj muajin e shetë Ramazanit, uroj që ky muaj cjell paqe, lumturi, agjerim dhe veprat pranora. Qika, po agjeron ju, mos poli, a boti iftar sonte? Po. Me hurme, zakonisht do uj. Albina për ngjiron ti? Po. Po, a? Që sa ko për agjeron? Zdi, matë. Do me thonë që ju shmati, a? Po, ka një herë ma të vogla, kështu e prishëm agjerime, se në thëshën duni me prish, s'ka lidhje. Kë i ka në vogën. Po, amo jo, po alhamdulillah. Për agjeron, a? Bravo. Merita, për ndryshe, të kena prit hastret më kësuj prej Turkije, ku në kena folë bashkë disa herë, po edhe me qikat që e në konë Kosovë, këtu me 2 motra, po kur je konë ti këtu, nësë që na konë të bo emisione, ose diçka ka ndodhë se ti mos më konë pjesë emisionit, për ndryshe ka studiu për mjekësi, nëse nuk gaboj drejtimin e mamis, edhe u këthy prej Turkije në Kosovë. Sa vjetë studiove? 5? Fillimisht po do më Mas pare mirë se edhe u ktheve e diplomume dhe urime. Faleminderit shumë. Është ndere dhe privilegj shumë i madh që mbas 10 viteve jam prapë këtu në emisionin tanë. Përgëzoj për emisionin, për skenën e bukur. A na ke përcjell për Turqia Po, një ko paskuar? po, shpesh dhe fillimisht faleminderit që ke bo sabër, unë ke prit. Që jo, i me lija e pretë, më roma, s'kam pas kam jamoj. Dhe një heret ja uroj muajin e shetë Ramazanit, me shpresë të Zotit që kemi me dalë të falur prej këtij muajit bekum. Zoti u apranoft agjerimin, veprat e mira, na i lehtësoj Zoti. Fjalë të mira na ki nisë këtë emision. 5 vjetë studiove në Turki. Po, për shkaku i pandemisë kemi pas ndërprerje, shkaku që unë si mami, do me thonë që e kam drejtimin, normalisht e kemi pas praktika në spitalet ndryshme, edhe si non, edhe si student e ka qenë kogja e vështirë për mua, e kom bërë një pauzë pak se kon e vështirë, po ja kom dalë. A po të oferta me nejtë krejt atje? Shumë. Shumë, a? Shumë. S'nejte? Jo, se une gjdo emision, do me thonë gjdo intervjist që kom shku e kom cek që une studioj atje, po gjithmonë kam pretendu dhe kam mendu, qëllimin e kom pas më u kthy në Kosovë dhe me i shërby vendit tem. Gjithashtu edhe praktikat që kanë qenë, do me thonë, obligative prej mësimave të fakultetit, e kom bo, do me thonë, pa mundërin që me i bo në Kosovë, shkaku që aty ku mendoj me vazhdu punën, mendojsha që është diçka më e mirë për mua për me studiu këto. Për me vazhdu dhe me thonë punën këto, po edhe studimet e larta besoj që do të vazhdoj këto. A të mungoj ke ky veni jonë? O, mos pët. Shumë. Shumë, a? Shumë. Sidomos Ramazanin, dhe me thonë, e kom prit atje, po nuk musha, nuk e kesht atë shien qysh është në venin është në shpi këto? Pavarësisht që Turqia njihet si vend e praktikimit të islamit, po nuk e di, do me thonë, besoj që këta e din të gjithë ato që janë gurbet, që nuk e ka atë knatësin, atë lezetin, qysh Ramazani ose festat e Bajrami. Qysh e kalohë atje më rritë? Qysh mu ishe mu pështat, qysh mu ishe mu gjithë? Shumë e zorë. Me kanë kjetu atje, më spori? Qikat ka nërë shpesh, e di? Po, shumë. Albina, sidomos, ka qenë kroj jam i djathë. Albina ne ko morë shkaku me ma... Që hisë besova. Bravo, ja, Albin. po, këta e din krejt. Albina e ka
është kujdes për vajzën tam, ama sa nena Pa normalisht pagesë. tram. Pa pagesë. Pa pagesë. Okej. Nëse kena shpërbly pak, po, pak. ajo mund të me thonë, one gjithmonë bëj dua, lutna për Albinën, edhe me nëse që kjo është ma e mira. A mund Se të sa në më të thonë të vetë që e ka rikë mësë më shu se o të utu që person që e ka rikë. Ta më shanë të zhju, për e në qanë. Jo, kanë shumë ma herët, po boti se kanë shumë kërkan. Edhe normalisht ka ardhë edhe vjera jame që falemderoj shumë, ka ardhë edhe nona. Kush ka mujtë ka? Do më thonë, kush o ko pak ma me ku? Po kanë kalu mirë, sa unë do me thonë nuk i kom munu shumë, nuk i kom pasi shërptore, po familjar. Kom thonë knaq në mos fini, kur gjë mos Ty atë ka ra me shku pak, e ditë? Po, më ka Po, ra, po ma jo, rallë pak ti. Jo, Kja po- bia pak ma dhe pak ma kështu. jo, po ne kisha edhe djalin tam. Për mu kon pak ma e pa mundur me shku sa herë në shta që ju kom nevojit meritës, po falë Zotit kemi pas familjar. Hej, a duheni shumë kështu si motra në zvete, se zakonisht motrat duhen fort. Edhe nuk mujme nejt largë njëra tjetërës. S'po di qysh po reflektojna, po ta marrë me një Shumë qëtu. dashni, normalisht. Që kjo s'ma mush merren shumë, po ja. Po kam gjë me ngus Albinën zë ma vogla edhe e kena pjesë të shtëpisë këtu. Kështu që publiku nuk ma monin për të modhe mu. Veç kush ka motra e din këtë ndjesi sa të shejta janë edhe Sa herë takoni me në ditës? A folni kështu kush takoni? A jeni Shta larga që larg jam, tashti? po, jo, nuk jemi larg. Unë pak ju kum shku larg, në Ferizaj, po jo, se Jo, s'jam larg, bët. jo. 3 minuta. Po, Albina vjen tepër shpesh të one. Këto nuk mëni edhe pak me hjek në shtëpisë. Jo, jo, Albina vjen sa dhe qika e don shumë edhe me jetën taku me A zakonisht. fiton se vapa qështu që janët në përbia? Jo. Fiton, a? Po, qysh janë. Do me thonë kjo lidhja fare fesnore, vizitat, këto janë prej një besimtarit mirë. Edhe nuk duhet absolutikisht me janë shkalu vizitat. A po të vështërsi në Turki? Kena më thuj tash të Ramazani, kena me full shumë tema sonte, po njëherë du me meritin se ku po mbati, edhe ku kam qëtë një nëzirë atë përjetime që i ka ndohë në Turki. A po të vështirë, du me kalu 5 vjetë atje? Shumë shtirë. Do me thonë aspektin emocional, në aspektin fizik, që u lotësha dhe fizikisht, në spitalet, në ndryshme që na dërgojshin me punë, ajo mësimet. Do me thonë sa kam qenë periudën vetë, nuk e kum pas problem, po kur u kthejta si non, edhe si studente, do me thonë, beso që kur ka ardhë koha me shku, mu rikthy në bankat e fakultetet, nuk e di që jam këthy, kam shku veç me qëllimin që o Zot nësë është e hajrit kjo rrugë për mu, letësoma, edhe shumë shpesh kom mendu, do me thonë me elonë se ka qenë e vështirë, se vajza këne, më doke që edhe Albinën jam të e pengu, se kishtë atë moshën që kjo, do me thonë, e re, ka pas qef me dalë, me gjithse nuk është që s'ka dalë, së shetit, po, më doke që gjithë familjarët e me, jam ka e... Tu i mbajt pak si Po, si presion, si intension, si peng. fiks. Ama, kur ja dola, do me thonë, edhe ade që e kom kry fakultetin, janë rënit do profesorët për ma dhojnë dorën, për më thojnë. Urime, se te ke qenë nona e parë, do me thonë, aty në klasë tame e kam fjallën si studente, edhe sidomos njona prej balkonit që jam ka nonës edhe krejtu habitëshen, edhe qysha po mund është mja dalë edhe nonë edhe po, thësha, nuk jam anku kështu kur të shoqat, gjithë kum thonë po, shumë mirë, pse jo, pavarësisht që e kum pas orarin kur me mësu, kur me dalë, kur mu mirë me qikën, kur jo. Po, ka qenë e vështirë, normalisht, po gjithmonë jam mbështet e Zotit edhe si një njëri besimtar, si një njëri që e besoj shumë Zotin edhe kur kam qenë keq, do me thonë, jam mbështet Zotit. Po, normalisht edhe mendimën e familjarëve të më dhonë kuraj, ose shpesh më vika ajo ndjenja atalo se nuk jam të mujtë mu. Do me thonë, i kisha edhe 2 provime, thëshin qysh, për 2 provime po do në me lonë. Do më dorëzu. Po, edhe ardë momente, do me thonë jam e bindur që pas çdo vështërsie vjen edhe lehtësime. E vërtet. Edhe? A ke pas, me gjuhë s'ke pas problem? Jo. E ke ditë para si me shku atje? E kam ditë Ku e ke para mësu se më shku. gjuhën? Qysh e vogël 13 vjetë kur i kom pas, kur kemi mësu në gjamia atjes, Po. në gjamia dhe me thonë në vendlidhje Po. ku jam rrit, na patën qumë në Turqi për kështon një qfar kursi, veror, edhe aty pak kursin e Se mësojsha dallon me pak vajzat. gjuha e komunikimit Edhe dhe kum gjuha e këshur shumë debate shkencore.
do me thonë turqesht për mos me harru gjuhën, kam vazhdu prapë gjuhën turke si kurse dhe nuk e kom. Normalisht nështa me pasi shumë në debatesh pak matrona, gramatikore, nështa atëhere ke mujt diçka mos me kuptu, po jo. Do me thonë je kon okej. Po, bele tash me dash, po mendoj me vazhdu masterin në Kosovë, pe kam kogja problem. Mo s'ki me shku, atje s'ki me shku njëherë dhe më thonë. Jo, s'ka me shku ma atje e kry. Kur si ma do me shku me studiu, kur ma. Nuk vjen kjo ma, u rrit. O, qka tu ma, ku. Ja, vjen. A, shkar. Shka, po, që ka shpesh më shkar, asë të më thonë. Apo të, u kon shkollim publik, a privat? Jo, ka qenë, dhe me thonë, shtetëror. Publik, s'ke pas pagesme për shkollim? Jo, i kam pas krejt me vetë financim. Krejt vetë financim? Krejt. Do më thonë edhe me pagu semestrat, por nështë jo çmim shumë i lartë, a ke pas mbështërsi financiare, Meri? Apo të Të vështirë? falenderu Zotit, Po, në që jemi edhe me punë, do me thonë, me kong, me ilahi, me kong dosmave. po ti e pas shkput pak. Po në sezon isha këto. Vishe, dhe më Po, thonë, mi sezonin morë e kisha. parë. Po, në sezon Okej. punojsha, kur që isha e kisha A para dilshin boll. Mirë, nuk ka qenë keq, elhamdulillah, mirë. Hej, kur t'ka që para ma shumë t'i pej qikave? Vetë. Dhe më thonë këtu kura? Për një Ja, jo. ta ma qare, more. Ja. Jo, Mbështetja kanë ma e madhe kanë qenë këto dy. E vërtet. A ke pas në moment ku i bloku financiarisht? Po, qysh jo. Ka pas, a? Po. Qysh jo, bile e kallëzoj me shumë Po. nder edhe me shumë merit, me shumë krenari, se është çështje njerëzore, kjo që nesër ndodhe edhe ty, edhe ty, Se edhe cilit e neve. ndodh? Po, se cilit. Ka ndodh, isha në, dhe me thonë, vitin e dytë të studimeve, edhe më dhem ke shumë babe me, se punoj ke veç babe, se atëherë, do me thonë, kemi pas darës, ma po jo, si që tash që, do me thonë. Jo, dhe në këtë pikë. Po. Edhe ka ndodhë që në fakultet më është dash me shku në kom edhe se s'kom pas, Po. e kemi pas atë kartën e studentit. Me mush, s'ka Po. pas. Edhe e po shëmeta pak si keq edhe thira babe, në shumë tepër unë isha keq qysh me thirë, edhe kur e kuptoj babe, edhe në unë ishë shumë keq, pëse ti mos me mly pare, qysh nuk ban, po unë isha keq se na qikat jena pak ma të ndishme E vërtet. për prim. E vërtet. Edhe ka pas raste tilla, dhe besoj që Do më thonë, ka çdo pas student. rastet që dhe në pikën sa po këthejnë apelo. Ka Edhe përfundu. sot ja di shumë vlerën e studentit edhe tha mo zot ma mundson një pasuri mesatare që ma e pas mundësi me indimu. Nështa jo shumë studentët, po pak të nëse edhe një studente ose një student i kisha animu me shumë dashni, sepse e di vlerën e pares, e di vlerën se qysh është me studiu sidomos larg vendit tanë, se nuk ka kush me të ndihmu për pas familjarëve tu, edhe kur je me bursë shtetërore është ndryshe. Kur po punon ne- është ndryshe, Po, kur- fiks. Po t'ju falenderu Zotit që babi kur asnjëherë s'ta kalon me je keq. Pastaj t'ju falenderu dasmorëve, se dhe ato dhe me thonë janë arsyeja që ne sot jemi këtu ku jemi, e kemi këtë pasuri, edhe mirë është. Dhe me A thonë ke jam kajt e në herë? kënaqshme. A ke? A ke kajt? Nuk besoj që ka njëri në botë që s'ka ka. Dhe më thonë kajshë se Po, vizmet. qysh ja, shumë kam kajt për... Jam mërzit Je për mërzit, familjen. po. Jam mërzit për... Për rrethonat që kanë njerë krijuar. Po, jam mërzit pse thësha me ardhe në këto, me ngushtu veten që ka shumë, po dikur thësha ne muj mja dal edhe... Që kja fatë borët që s'kon kur. Qëre? Jo, bre, Veç se t'u ka keshrin. Veç t'u keshrin. Bele Albina, mas shumë të prej neve, ma e ndishmja. Po, a? Po thu ka kështu zemën e buta. Shumë, Po, shumë. Se, Albin, për shka ma shumë mërzitesh? Po më varet prej situata, Po. thash. Në periudhën kur ka vendos Merita me shku në studime, unë jam konë shumë e vogël. Masane Merita u feju, martu, erdhë njët me Ara, edhe u detyrova edhe ona me shku me Merita. U detyrova. Po. Edhe me shumë Ke dëshirë dash kam mjenet shku. ofër. Normal. Edhe kish do ditë, do momente ku u mërzitësha për shpe me ardhe dhe Ramazanin të na shpëtej me përjetojna shumë. Besoj se çdo Një besimtar. farë atmosfere, pak ma mo ndodhë që në i ka ju, po besoj.
edhe u mungaj ka jo periuda në shpe, deri me një moment ku vendose me një Ramazan me ardhë, me meritën me javë befasi në shpe, qatë dhe si kom rri në shpe, kam thy komë. Ti, i ke la gjunahët lojnë. I ke la gjunahët Edhe kështu lojnë. që mu kam thonë, nuk Pastrim. bëna marak, edhe pa leku me konë s'manin, se ma mirë është me nejtë që atë A të ka shnosh tash koma po? Mirë, Cilën e ke po, thy? Të majtër. Unë djathën e ku ba thy një adin, po, e ku bot spira. Copa. Edhe ma ndej the nuk po tekna me shku mo. E po, normal se besoj që gjithë shka e të prume Në vërtet. është e damshme. Unë i farë domë. Edhe mërzia, besoj edhe gëzimi, edhe gjithë shka e të prushme është e damshme për njeri unë, kështu që unë mërzit qa për një ma shumë. Normalisht. Kështu që tash mas, s'di sakt ma so vjetë e bibjen që inshallah prej fillimit e dhe në fund dojna me prit Ramazonin Bashkë dhe më thonë, në a? shpe, A për Ramazanin bashke. në këtë kuën bashkë, në të rjetë, a? Po edhe jena edhe s'jena. Unë Po. me meritën jena pak ma shumë, nuk e di pse, hyrjetën ytë në kështu të thirë, hajde, është pak Po. ma... Jo, po mo, jo Pak ma bi. Pak ma Pritën, bi. ju janë do vetë që Po, e pritojnë. vërtet, po. Pritojnë. Merita, kur i kona thërë në emision të parin para 10 vjetëve, këmë thonë që kjo është vojza ma e bukur me mbules, me shami. Hala, s'ka në rrugë. Ja, Pajtoni me mu? Po, kemi Gjithmonë. shumë vajza. A pajtoni me... Ka sigurisht, po, Kemi se shumë. ka një herë vlerësimi ndodh kur e kidi kun afër dhe kur ja shej, ja din energjinë, ja din jo veç bukurim kështu me kom. Inshallah na i zbukuron Zote Ha? e moralin, imonin, qështu qësh e reflektojnë atë njerëzit. Që sa kohë je mbulu? Kur atë? Unë jam mbulu prej moshës 16 vjeçare, 16 vjet, a? pa imponim, Pa imponim, me normalisht. vetë dëshirë. Me kom më imponim edhe këto dyja ishin Po, bra. ishin kanës, edhe unë se s'ka po di. A je paragjykuna herë? Unë hala para gjukon. Hala, pse hala? Se nuk kanë arrit njerëzit me kuptu që ne me shamia nuk e kemi shamien të paguar. Pse ka kështu që janë të pagume, a? Thjesht e plotsojna një urdhër që na i ka dhënë Zoti, deshtet apo nuk deshtet me pranu, dojnë apo nuk dojnë me pranu. Kjo është realiteti dhe kjo është fjala e Zotit. Tash, ato që paragjykojnë, unë menoj që është humbje e kohës me u mirë me komentuesit, me u mirë me njerëzit që do me thonë dojnë me na sulmu. Ne jemi të sulmuara dhe do t'jemi të sulmuara. A kuptan? Kur e di Zoti qëllimin tem, edhe menojnë gjithmonë, unë më ka ra rast si shambull në time, njëri o kon ullën, profesor ka qenë i ullën nga të meja dhe thojke, ti qka studion? I të shku kështë për feja? Thash jo, i nderum thash unë jam për shëndetësi, e kam drejtimin e mamis, po, i vike interesant. Pse? Ne nëse jemi të mbuluara, kjo nuk do të thotë që ne jemi të pashkolluara, sepse ne e dina që Absolutisht, jo. fjala e parë dhe me thonë në Kuran që ka zbrit, ka qenë ikra që do të thotë lexo, studio, mëso. Askënd Zoti nuk thotë rën shpe dhe mos bën kur gjë. Ne studiojmë, ne mësojmë, ne punojmë, ne dalim, ne shetisim, ne kemi ëndrat tona, ambicjet tona, edhe pse duhet me u paragjyku, po nuk është që i marë parasysh. Si merë dhe më thonë parasysh? Po t'i kisha marë parasysh, nuk kisha mujt kur me arrit këto E kishe punë. hjek, dhe më thonë nëse ti Jo, asë njëherë, edhe nëse i kisha marë parasysh, nuk ka me jek. Edhe nuk e jek e derin kiamat. Inshallah se Sepse- presim. Inshallah. Musliman të mirë se presim të. Inshallah, po jemi të paragjykuara, jo vetëm unë. A është gabim? Gabim. Çdo sani të Ti pruara. pas pare që jesh si një vajzë moderne, e kështu, e rafinume, Mundohem e shkollume, me qenë, po. e artikulume, Po. do kësh bukur, do kësh për marifet, që thojmë na shqiptarët, edhe nuk besoj që ti në këtë rast dush mu paragjyku. Jo vetëm unë. Kjo është zgjedhje që ti e ke bo? Po, fiks. Do me thonë nëse ka të drejt një femën e zhveshur të dalë publikisht dhe merë lavdata që ka po dione, pse ne nuk kemi të drejt me mbajt një urdhër që Zoti na e ka obligu. Ta shka paragjykime të ndryshme, shkoni në Arabi, unë do të kisha dash me qef me shku me vizitu Arabien, se zdo është vend Çdo vend botë që shmi me vizitu spaku, pse mos më shku? Po, janë do persona kështu që nuk ja vlenë më mirë me ta, sepse një njeri i shkollu, do me thonë, nuk është mirë me reflektu A keq me tenton mi komente. bind në herë njerëzit që të paragjykojnë Jo, që... asnjëherë, nuk His tentoj mi tenton mi bind, bind, sepse është e kotë. Nuk jam unë ajo që duhet me i bind njerëzit, sepse kemi hoxhallar
shembullor, kemi hoxhallar të mirë, po edhe nëse heq nuk e ndëgjon një hoxh, kemi libra që duhet me i lexu. Plus shqip. Dhe me thonë, po pra, ato e kanë bindjen ashtu. Dhe Zoti thot, është një ajet kuranor që kur ta mbjell dhe me thonë Zoti, mos ta tham gabim, po e lo këtë pjesë, po jam e paragjikume dhe vazhdoj me qenë, sepse kur ka qenë i paragjikume Muhamedi a.s. Unë jam një heq. Okej. Ta me thonë A i përballë praktikon ti. rregullat fiks, strikt, qysh janë? Shumë jam e perfekt. Namazën e fali qysh e vogël, e din edhe 5 vaktet. 5 kot i fali. Edhe rrjedh prej një familje fetare është. Babi, nana është me mbulesë, rrjedh prej një familje fetare, po kur nuk më është obligu shamia për shembull me vendos. Unë kjo ka qenë dëshira jamja, edhe e kam vendos me shumë krenari, edhe e mbaj me krenari çka do qovë që mrapa meje flitet diçka. A i thunë herë motra me se më bani kështu, mos bani ashtu, bani kështu. Për përgjithësi kështu për shembull. A i këshillon herë rreth këshilla do Islamit. të pritet prej gjithë secilit, këshillat e mira. Po nuk jam ajo që ua imponoj, sepse secila e ka vjet, e din shumë mirë çka me vepru e çka jo. Po ne zakonisht njëna tjetrën sigurisht që i dhojmë këshilla. A duhet me punu femna, duhet me shkollu, duhet me Pa dyshim, jo të barabarta, po tash jeni një sipas fesës Islamit. Zote vetë e ka ngrit, po pra, e ka ngrit femnën edhe një kaptin është në Kur'an, Suretul Nisa, surja e grave. Nuk jam njëri adekuat që duhet me folë për këtë pjesë. Po, sipas mendimit tonë. Nuk po thojmë na citua atë pjesë sakta të. Duhet me punu, duhet me di çka me punu, duhet me di ku me punu. Edhe besoj që nuk ka me pas problem. Okej. Femnat në përgjithësi, jo veç këto me shamia. A është mirë për momentin inxhinia femnore në Kosovë? A i mungon ajo drejt ose mos kanë pak teprume ose ku është fenomenet në raport me moshkujt? Do me thonë, vrasjet shumëta, dhunimet shumëta, menoj që është ajo është pjesë të mërshme. është shportuar të keq, po krejt që ka muj me thonë, është mirë që femna të pavarësohet. Me konë të pamvarëna. Çka i bjen kjo me konë të pamvarëna me punu? Me punu, mos më boj ftjaçi gjithë kujt. Unë e kam burrin edhe gjithsesi që bona i ftjaq për to. Burrin e ki hoxh, nëse s'ka bëj? Po, është hoxh i diplomum. Okej. Edhe, po, kur t'jesh e pavarësume është krejtësisht tjetër, kur t'jesh e shkolluar, njerëz përballë teje kanë mos sjell më ndryshe, njerëz përballë teje kanë me pas financiarisht, a e pavarësume në aspekte tjera? Shumë aspekte. Në shumë aspekte. Thash, kur t'je e shkolluar është më ndryshe, sepse njerëzit përballë teje kanë me folë më ndryshe, kanë më të respektu më shumë. Edhe e din qysh me debatu. Më të qasë. Okej, burën hoxh, a pe dënë? O, gjina me dashtë, jetë se pritë se këto përves. O, gjina me dashtë, më burën, është të brigim me dashtë. E më rritë? Sa e dënë ti, burën? Hajtë më s'ta dyqysh rëmë, këtë nësë sonë dhe tu. Të bëna pak ma happy. E doat sa kam kalu vite me ta. Do më thonë, ka nëj mos të përcaktume në fej që do të me dashtë dhe qëtu. Jo, nuk e di që ka nëj regull të tillë, po normalisht që e du. Sa ma shumë ma mirë. Apo ta këthen dashnin po? Elhamdulillah, jemi shumë përshtatshëm njëri me tjetrën, edhe kam bështet shumë, nëse një njeri meriton me falenderu është aje që ka përkra shumë, sa dhe gjatë studime kemi qenë larg njëri tjetrit, edhe ai ka qenë edhe larg qikës, që u ko një situatë shumë e rëndë për ta. Edhe qika filloj me ditë, plus vajzë, po. Edhe e falenderoj publikisht për zemërgjërsinë e tij, për respektin edhe për krejt ato që ka bëm. Merit ti je kështu shqiptare muslimane, po a je kësi, nuk besoj që je kësi musliman gjithu burit, mund është me morë katra, nuk besoj që je thumë. Nuk besoj. A ti lejohet, po ti nuk besoj që ja lejohet kështu me këtë regullën tonë. Po da i vetë nuk thot me morë katra. Po që mos e pas zët i hinaj mene, mos e pas zët, ti bës të këfasi thonjë. Qështja, se di, jo bre se se ka atë manës. Ja me pasat mene, heqe se edhe 14 mi marë, nuk mund është me marë më të mira si hoxh.
Ti në xhamia, ti në rregull, po katra janë shumë. Shumë me merit katra të qysh. Ja. Ai me kanë, një po hekin boll burrat një katra, ku mos i po çfarë bësh. Ja, se nuk janë, nuk është i tillë, nuk është. Ja, s'është, ja, nuk e bën gabim ai. Nuk e bën gabim Jo, za, hoç. I mjaftojnë e ballë. E vërtet, ç'a muslimon jam mirë. I mjaftojnë në rregull është. Mirë, sonte kena me fol shumë, kena me fol gjatë, se për me kumplit me ju botë të trija u bashkë. Ja, shpëtem të patjetër një emision veç me meritën. Jo, se meritën ju jeni të barabarta këtu para meje edhe para publikut ton, po na ka mungu shumë, A dhe pse po çudit na une? Ha? Se këto zakonisht na përdor, s'ma na për neje, ose kështu në Po. intervista, nuk janë që kanë fol shumë, gjithë ma bëshin hajt, fol ti, e këtu merita hum çudit. Na dy e kemi ha energjie kur takohemi kështu flasim shumë, se na taku para 10 vjetëve në emision dhe kena pas kalu shumë mirë, kështu që hala bëna më ka qenë energji më. Po, A ndalën e herë me knu? A këtë bashkë? Unë- Pina ndahet do Po. të s'ka bëj. Do të thonë del kanë herë jashtë Po, ananit, po në jashtë grupit. po. Okej, apo të mungojnë dhoni këto. Unë shpëtim zakonisht nuk është që jam marrë shumë me stilin e këndimit si Merita. Do më thonë ma shumë e kom gjetë vetë normal, këngëtare. Jo këngëtare e zhondrit, shambull si Të Merita. ilahive. Edhe s'është që na ka ra me kënu na përdas ma bashkë, Okej. ko gjë shpesh, kanë ndash dasmor, shambull me na pas të trija, ama ma shumë unë i përkas këti zhondrit. Botës tjetër, ama që shumë mirë për banë edhe këtë punë. Në cilin zhondër ka më shumë lek, me ty po flas. Ku ka para më shumë? A tek kjo pjesë e meritës, a tek kjo jotja? Po, Ha? Ku pe gjanë ti vetën? Ha? po, të dyja, faleminderit Zotit ka mirë. A ko bakshish kënena? A jo, ma pak. Ma shumë ka kana bakshish. Po dhe ka ju, po Po. dhe këta. Pse? Po, Dhe në nena, ma shumë okej. kana ka. A ju dyja jetë ti me meritën nuk ndani, zakonisht. Shkoni bashkë. Menoj që janë mësu dasmort, qysh më harët Mi po bashkë. po bashkë edhe e kanë atë dëshiren me na po bashkë edhe gjithmonë ftesat janë Ju shkoni vish në dasma islame. po, ku ka vetëm gjeni femrore, do më thonë prezantoj me meritën, por bëhen dasma shumë të mira, mu më pëlqejnë. E me konë dasmat e dy gjinive, a shkoni për shembull? A ka ndodhur herë me konë dy gjinit bashkë? Une me Albinën. në këto Ti me dasma, Albinën. Po, Merit ti s'ke knu kur janë Jo. dy gjinita? jo. Okej. Me thënë është fjala darsën, Po. ndërsa në tribuna islame, po. Në tribuna po. Po, Domethënë ajo është zakonisht dallon. organizohen jashtë venit, E Zvicra. dasma jo. Jo. Se po mdo këtë tjellë me burik në bashkë. A Po, shkoni bashkë edhe në... Ne a ka ndodhur këndonja mandej- bashkë, normal ilahi kështu jemi bashkë, edhe me jetën. A shkoni bashkë edhe në dasma? Me Islame burin me jo, burin? po ka data që kemi, ajo është ka pjesa e Ka burrat. me shkoj burrave, ndërsa ne me jetën jemi ka, Ai nuk ban morët dhe grata? nuk është etike, nuk e di. Po Se me arë ka gratë ku ne këndojna me, Po që një kam, një lahi të galibin, e kjo nuk e din, veç do të burri marrë për shumë. do të më mësone pa tjetër qati për qati. Dhe të gardhi bra për o djali që të pësën zbate, për janë për gardhi. jo, janë. Me domethënë, mikrofon, me pjesë- mikrofonet është ka rejzë bolle, qanë. Okej, Mejtë, kur e ke ledzu për herë të parë Kur'anin? Ti ke kry shkollën me drejzës, nëse nuk gaboj? Do me thonë, i kushtoj rëndësi shumë, si do me Edhe sa herë e ke ledzu tash për më Po, ndrosa? nuk e mbaj man. Shumë herë, Vish ma shumë se një herë. shumë. Ma shumë se një Po, herë. Përmensh, hala se din, do me thonë përmanë, që jo burre, po, unë jo. a burën e ki Ama, po, hafuza, sigurisht, nëse po. s'gaboj. është Okej, hafez. Po, normalisht, ka pjesë të Kuranit që i di përmensh. Fatkeqësisht nuk jam hafiz. ka dal, ti e qikere. Po. Sa herë duhet me ledzu për me mësu, apo më varë për trunit sa ta Më varet, akcepton? do me thonë, me shoqëri që kam shoqë shumë hafize, Po, kam njërin shpe. po. Po, fatmirësisht, Ka bishë për taj me ta mardoj me një Armande e kam mësu shumë letë, dhe ja ka dhonë Zoti që atë dhënë ti. Edhe shoqë dhe me thonë ka një vjetë, dikush për 2 vjetë. Në varet qyshe programon A keni në herë në Programin shpinajt debat rrëth fesë ti me burin? Po, normalisht unë me atë sa di atë shflas, sepse burri Po, është... normalisht. është i sirën, së është Po, mësus po, si sajtunë, sigurisht. është hoqë. Po, normalisht aty ku kam diçka me pyte, pës ato. Mhm. Edhe
ma mirë që e kam, se për çështje që unë nuk i di, e pës ato dhe jemi në rregull. Okej. Pse nuk ke studiu për teologji, për shembull? Nuk është që se kom mendu, normalisht unë kam qenë medrese. Këtu në Prishtinë? Po, e vazhdova masani shkova në Turqi. Me këshyrë kështon e kam shkollën edhe të medreseje, se kam edhe juridikon. A ke diplomu këtu në medrese? Jo. Jo. Tani e kam morë shkollën e mesme juridik. Edhe kam vazhdu në Turqi për mamin. Po. Okej. Edhe nuk jam pishman për profesionin që e kam, së është profesion shumë i mirë, mbi gjitha nuk është veç me punu, po është profesion që ki pun me 2 jetë, 2, 3, varet sa e ka saktu zote me orë një jetë në bebë. Edhe nuk jam as pak pishman, sepse shumë i du fmita dhe kam shumë respekt për nonat kur isha në gjendje, dhe me punu dhe me thonë me nonat, kur janë në fazën e lindjes, është mrekullia bë. Hemerit, sa je lidhë në Zotë, më intereson? Shumë. Sa? Qysh e koncepton Po, të është një lidhjen? diçka që nuk... Qysh na spjegon neve që ti je Do me lidhë? thonë, ajo që më ban mu me ditë është lidhja kur jam namaz kur falem, kur lexoj Kur'anin, kur ndihem keq jam me namaz, e fali namazin edhe qetësohem. Edhe A ban kështu namaz shtesë, natës? po, to janë gjëra që A gjëron peti Ramazanit, a për cjella, a ja gjëron edhe net të mëdha të mujve të... Po, mundoni tjerë? shumë me konë, të me thonë, strekt në këto punë. Edhe po, mbi gjitha bazën 5 kohë namazet e kam. Ama dëqysh e ki një farë qere, një farë energjie që nuk je pe këtu në qikaf që thu ban qështu se ki me shku në gjenem, ose ban qështu se ki me shku në gjenem, Nuk jam njëri adekuat që praktikon për i veti. tham dikujt bane qëta. Nëse shani gabim të dikush, ja tha me plot respekt, se këshilla prej kritikës dalon. Po. Ta kritikosh njëri në mënyrë miqësore, me një kritik që ti nuk e lëndon ato, është shumë e mirë për mu. Po, une nuk muna mi u qasë kërkujt më bëni të kështë të bëni kështë, se ne jemi vetë gabimtar dhe Zotin a falë, sepse ajo kur gabojna na dhe dhe me thonë i lutëm i Zotit me na falë. Po nuk jam prej aty që ja imponoj dikujt bëni kështë, se nuk jam person adekuat. Po dhe t'jem person adekuat, nuk është çështja jamja, kuptan. Nëse mundojmë dikan me këshillu, e këshilloj me shumë dashni. A ka mundësi që njëri e din që shkon për vetë në gjenet, ose në tjetërin pjesë? Jo, Tu e di tjetën tonë, që ki bo një jetë, që ki bo ato janë se çështje e që dim na, lidhen- po ditës e dim që a kena bo sot, për shembull, a kena bo në gabim, a kena bo në punë mirë. Ne, A jetë? si të zgjomin në mëngjes, bojna gabime, Po, po se na njerëz, po. nuk është çështat e ne që vendos me në xhehenam apo në xhenetin. Ne lutemi, o Zot, na e mundso Po. t'jemi në xhenet, me prend, me familjar, me njerëz që i dojmë, po nuk është çështja që une kam me shku në xhenet, sepse është çështje mes meje dhe Zotit. Mbi gjitha është Zoti ai që vendos për robin e tij. A kupton? Do të thonë Se nuk ja e kam dim na. shtetash në teologji, unë jo, nuk ty ta sa ç'është mendon ti për vete për shembull, a mendon që je të bë punë të mira që ke Unë shkuar të mundohem me bë punë të mira, po unë nuk e di ato që ka cakton Zote, kush kanë merita, ose kush kanë shpëtime, ose jeta. Unë Mbi kjo gjitha kena mundur anena se Është çështje, kia të gnu ka pak në të promovu, do ti. Prandaj janë veprat e mira dhe të këqija. Ne mundohemi me bë vepra të mira, nganjëherë ndoshta jo nganjëherë na bojna shumë gabime, po Zoti na i falt ato që i bojna me dije dhe ato që i bojna pa dije. Padyshim që Zoti është mëshirues edhe na mëshiron. Me cilin antar të familjes je më shumë e lidhme. O, Baba, nona, vllau, motra, Unë me krejt jam. Amo, vajzën. do me thonë, Dikun e ato kima- që i kemi me babin. Me babin, a? Po. Qikat jetu ndoket më shumë me babin. Natyra është pak Merita sidomos me babin, nuk konë për fillimit njëri që edhe hajgaret kur i kam bo, dyqysh, nëse kjo e ka bo një hajgare, babi e ka ditë krejt çka u të thonë, ose edhe ai nëse u që me bo një hajgare, çka kjo krejt ja ka një mu. Se Okej. di pse Merita është. E kemi një Edhe, lidhje shumë. po, e ka një lidhje shumë Nona fort. është ma serioze, ma strikte. Edhe e dina që Merita. Merita. Pak më po. kështu. Po, Edhe e dina që Merita është me babin tip top. Do më thonë nuk je pikë të në qika që edhe pse mbolohesh i fal pas vakte,
bën hajgare, bën atmosferë, Merita, une, a den qysh? vallëzon në herë, kënon në herë. Une i thësha kur kem, Do më thoni i bën krejt që i bën për I shembull baj, njerëz që po nuk nuk bëj budallakina. Jo, ti nuk po thamë mos të mos të bosh po, a din kështu. Jam shumë, unë jam. Na kena rast për takojmë do që kanë herë na Po të se ta- na tut dyqysh, jo s'bën ashtu jo. Tani po pret se se cil jeta është- normalisht në Po do më thonë familje je jam- shumë okay. Në familje jam se me familjarët njëri, Po. në publik njëri e jam. thjesht, bësh po them, Unë dalloj shumë, do me thonë. A lejohet me hek shamin para ndaj të familjes, babës, vllaut, a Para bish babës, vllaut, nonas. lejohet domethënë. Po. Okej. Janë ato rregullat që i ka caktuar Zoti kuq. Edhe nuk je kësi çike që nuk i fol për dorë njerëzve. Të kom patu i fol për dorë, po mënoj spaku Antarëve të familjes, po nëse vjen një njeri për shkakun që s'e Po. nuk e njoh hiç. Edhe Po do janë këtyre, një jo pikë çdo këtu. princeshës atje në Angli nuk mundesh me i fol për dorë tash. vërtet. Po pra. më dorë të fol, më dorë të fol. Po pra. Jo që ka ndalum ajo. Jo, po Ha. unë për vete ato që i njoh familjarëve, sepse veprat vlerëson sipas njëtet edhe qëllimit. Aha. Në familjarëve, po në njëri që nuk e njoh, Nuk i fol. edhe ato e dinë, domethënë tash janë vetëdisu njerëzit, të folën përshëndesin edhe ku Po është si çështje që na një shoh. Japoni. Domethënë Ta ata bëjnë me respekt, përshëndetje edhe kaq. na shqiptarët pa e cak fort kështu nuk dyqysh nuk rahatohemi jetë. A ke pa shqiptarit me haz me gol 12 minutë. Zoti ka thonë që njerëzit femrat do bimbolu përveç fytyrës edhe shputave të dorës, Dorë. këtë sen do që kjo është obligimi në islam. Po. Këtë pjesën përpara nuk e kem të obliguar me mlu. Çka thotë që Po tu? më bën pyetje që Okej, e pyet burrin tani ku dish helashme. Helashme na tregon. Mirë. unë Ju dy ja agjerani, Po, faleni në Ramazan. mundohem më fal, por Mhm. për mos me dal prej vetë vetës, kështu jo pasko, Muta nuk ja imponon këtë punën që jo, e tha dhe Merita që feja nuk ka imponim. Po, inshallah, na i mundson Zoti, se namazi është diçka obligim. obligim edhe diçka shumë e mirë, qetësimi i shpirtit. Çka do ban muni mas mirë ti në Ramazan? Përveç iftarit, për di që është një farë ndjenje e mirë. Që do është rutina jote në këtë Ramazan? Çka bën ti? Çu vepron, çu funksionon? mundohemi me qenë sa më të afërt me Zotin, me leximin e Kuranit, pasi që është edhe muaji i Kuranit, me leximin e Kuranit, namazove pa dyshim, pritjen për cilën e misaferëve, shkuarjen dikon misafer. Pastaj është që jemi edhe të ftuar në tribunat të ndryshme islame, Edhe në Kosovë edhe jashtë. edhe në Kosovë edhe jashtë. Okej. Po. Edhe kjo është domethënë një rutinë, po më shumë unë tash që kam qëllu në Ramazan këto, veç kam fillu e kam bë plan programin tam, me ftu misafer sa më ka marrë malle. Më ka marrë definitivisht shumë malle me prit Ramazanin A keni më nathirë stafin ton në iftar? me shumë kënaqësi. Ti. Me shumë. Ti milion dash më nathirë ma ti. Marrë me ftesë. Për Po një pra iftar. Albinës ja bëj, tham ti bën e bukën se kjo është super Po dhe, kuzhinjere. për një me, edhe ku të unë Unë- gjithë të lanë, më thonë, sigur. Se, Hanë, kja po për jo, kush e bën dyqysh bukën vetë dhe nuk i hahet, sa ashtu të ngjesh me ernave. Unë jam shumë araklike edhe në emisionin Po, para këtij që më ke Po. pas ftu me të kom tregu, që jam shumë araklike dhe kam qef shumë e marrë mësafer. për një me, Po. që qaje kështu, dhe më thonë. Jo në çaj ki- jo. Me gjykima, normal, jo me asë gjykima si Turqi, me tonë. Kush e pin leçot le çat vetë unë çajin e urrej. Nuk tjetë qaja, Jo. a e pin? Po e qas çajin se kur e shoh që s'ka kush me qit. Po do këtë vje puna në moshtë. Amo e urrej. Nuk e pin, Qit a e çaj. pin? Jo, jo. Hiq, asë kësi, kështu, kësi Jo, tripa. s'm pëlqen hiç. Kur far qaja, ja s'ka ke mirë, po të mirë këtë për shta? Jo. Se do thonë, Babi mos e me pin pi- shumë. Mos me pi qaj, Babi e pin shumë çaj. në kacanek, mos me pi qaj, qanek ajo është dyqysh. Marrë me thonë se Ko gjarlonë, dyqysh, atë pa dashtë, se ju pini qaj, e keni qajnë kështu. Çajin e pina, po tash servimi është problemi, kush me Që ja servu. përshë e kjo speqet. E one kur jam konë se qik, nuk e di pse gjithë one, oha ke buka darka dhe tash one veti përgatit qa qajin edhe njëherë babi tha, pse tha veç merita me qi qaj? Quti, vogëlia, Jo, në hajta se s'janë të shku largë. okej. Edhe gjithë e këmë posone. A shkoni shpesh të prind?
Po, valla, shumë shpesh. Një ditë po, një ditë po. Jeta më shumë shpesh. Rritë nëse vetë s'na duke që u martu. Do më Ishte thonë, narre. këtë kohën aty, a? Unë ndodhë që shkoj 2-3 herë mbrana ditës. Pse shumë Afrikia? Jam qatë gati të më halë. 2-3 herë mbrana ditës? Po. S'pjubohet, pak bajata. Po, gjyqysh veç me na i pru fmiq, tash e kena edhe një qik të vogël. Një gjatë. Po, edhe me na i pru gearin, dhe qysh ashtu të knaqme. Ku të vjen geari, se për këta s'mi intereson mu. Veç të e pru të dyrë të rëshu të u këthy. Po, edhe të djali, hejt, shtë po, në valla. mëna. Okej, çka po kënojmë? Ha? Me rrit? Çka po kënojmë? Një ilahi e kisha kënu për gurbeten. Për gurbetin? Po. Pa tjetër. Ti e ka vetë gurbet edhe ke përjetu vetë edhe ja u din dhimbtën se cilit që është gurbet. Po, valla. Kështu që ty edhe ka hije edhe e ndjen sigurisht. Për çdo gurbetçar edhe prej këtu i po fala këtë njerëzve që janë gurbet, agjërim të lehtë, punë të lehtë, jetë mbar, të shëndetshme edhe inshallah me Zot shihemi për Bajram. Inshallah. Hajde, Merit. Son të shtrova sofrën, një sobuk me ngran, në sofër më pikoj loti, për ty o mojnan. Më kujtu të shpia, bol për bol me ty, më thoj që ha me nanën, baft mira moj bi. Në gurbet mërzia, zemrën po më shpon, me të pas nga tojnan, shpiriti po më don. Kjo sofra e gurbetit, me lot lahet për her, po du me të pas ty afar, ma shumë se ver për ver. Sa her po vite shpia, knaqem me ty mojnan, e ngurbet kur po kthem, po më shuen djele han. Son të kisha dash, ty me t'pasun pran, me t'mare nojnan, me pudh balin tan. Gurbetin andau, që sa e sa vjeq, sa herë shtrohet sofra, një vend betë shkret. Në gurbet u lodha, e me vdek po m'vjen, prej mërzis për ty, nanë moj drita jem. Kjo sofra e gurbetit, me lot lahet për her, po du me t'pas ty afar, ma shumë se ver për ver. Sa her po vite shpia, knaqem me ty mojnan, e ngurbet kur po kthem, po më shuen djele han. Sa her po vite shpia, knaqem me ty mojnan, e ngurbet kur po kthem, po më shuen djele han. Pse mojnan s'po flen, pse porim pa gjum, pse zemra jote kur e zvani ljum. Pse mojnan s'po flen, pse porim pa gjum, pse zemra jote
faj ti me në zirite krejti mor gurbeti qaj me lot ojrole qaj sa shumë djem ti pate por as një nga dveti a thu kujti bale faj ti me në zirite krejti mur gurbeti qaj me lot ojna në qaj o zot qysh po më vika jeta shumë zezati sa e fort a isha kom do këtë kur nuk po vjen dita me I pa djem që I hrita me u babash djali me nan o zot qysh po vika jeta shumë zezati ka sa e fort a isha kom do këtë kur nuk po vjen dita me I pa djem që I hrita me u babash djali me nan. Me bo pa fund këngë për nonën është pak, do të thonë të kneu zemra që Faleminderit. një këngë fantastike e adhe Ramadanit, Bylbylit, se e ka kneu këtë këngë, kohën e vetë ka shkri, po sa orë që ademin e nim të këndu çfarë do lloj zhondre natyre na emocionon se është adem. Bravo Qika! Po më pëlqeni qështu me qëtë energji, edhe pse sot e keni agjeru krejt ditën edhe nërsa keni mujtë më lodhë pak, po do më thonë agjerimi e ka një farë vetbesimi kështu, ku të dash mene me krypunën nuk e një lodhjen. A ka një ditë kur soni nga lodhësët me agjerim? Jetë, a lodhësh në herë, në i ditë? Pak ma rënoni, në ditë pak ma të rënoni. Ka në i ditë që është pak ma e vështirë, po bindja e bon gjithmonë atë vetën, kështu që e të I kalojna, edhe mu I me thonë që agjerimi për mu është një ndjesi shumë e papërshkrume, edhe me zi kom prit me ardhë dhe me agjeru e mu po me familjar, me ato që si kemi shumë afër, me I thirë, sa aty nga qani këtë nga bot një atmosferë shumë e mirë. A bot si në Istanbul? Po më duket kogja një farë, kogja afër jamoni kështu. Banor, s'ka qatë shumë, po atmosfera është kogja. Atmosfera është shumë e mirë të na, se... Dhe si fyrqut të nej. Po. Dhe sa po fjani më ndej ditën? Unë e se Ramazan si pa Ramazan. Herë. Jo. Jo, a? Sa që është jetë, zakonisht? Ha? Valaj, quna 11. Herët më re? Se më qua që herët të kjo qikë? Merit, ti, pa herët? Ona quna shumë herët, zakonisht qomi me falë sabon. Po. Edhe marrë vajzën e bëj gati, qaj në kopsht. Po. Edhe vazhdoj punë të minja që I kam. Okej. Po, në quna herët. Nuk e dim, kam su jeta më A quna. dallon sistemi po më nej, I atmosferës me Istanbul, me Turqi ku I kon ti? Po, normal, Dallon. po, dallon, po. Edhe ata shkojnë që të këllablak si na Po, shkojnë e për po, familje, po, dhe ato I A kanë këta ku ato. shqiptari me shumë atje? Shumë, Shumë, po. a je shoshtu më në një? Po, kam shumë shoqe. Shqiptare. Shumë kam edhe nëse më lejot me I Pa tjetër, përshëndet. pse jo? Janë ato shoqe që më ka nejt gjithë Që të kanë dimu, afer. është njëna e Preshevës, dytë Preshevës. Kam shumë Preshevës, po ato që I dalloj është Qibria, është Zuhali, që më kanë dimu edhe Sinon, edhe me Makqyr Qikën, shumë janë kujdes për to. Edhe I falenderoj nga zemra se kam prap një raport shumë të afërt me to, edhe prap do me thonë edhe pse jena Ki kontakt? Po, kemi kontakt me to. Molli s'merë më shku më njëherë për një. Vallaj, Mërzit pak. kur isha para një mujve me morë diplomën,
Nuk e di, shpëtimisht ajo ndjenja pak Vërtet. edhe qika shumë e vogël edhe e di ke ku kena banu, e di ke parkin ku ka shku, e di Mos ke të shumë... kujtof sakrifica Po, 5 vjet. ama më ka morë molli për vendin, dhe me thonë që na kala, për vendin. Po vallajnë për studime, s'them që më ka morë molli se jam S'kan lodh. lodh pak, a? Shumë. A, Sa Tur- është? Turqia shumë ka avancu më rritë me spitale, me shëndetësi. Shumë, po. Po, e kam një farë ndjeni kanë herë, po mendoj që aty pak u shëndru pak edhe në biznes që ke farë puna shëndetësisë. Po, se po ka shumë shqiptarë që, dhe me thonë, to i morë parasysh kushtet që janë këtu të na, edhe po i dërgojnë jashtë vendit edhe normalisht. Tash edhe spitalet po e bojnë vetet, aparaturat më të reja që tash po janë në funksion atje. Janë disa aparatura për shembull që në Kosovë nuk janë, atje janë. Edhe po, nuk e di, sado që kam bo praktikën spitalet më të mira, më të avancume, unë prapë ka jam diktora. Këtu, i riqin bëdi heke prej... Po, ma, ja, për me ata na do që të kemi me bëjmë ata luftojnë, apo Na kupton? do të bëjmë mirë këtë vend. Po, E ti e konë edhe në spitalet tonë, që Po, ke u këto kanë që po u tonë. ka, I konë edhe në Turqi sigurisht, edhe ke studiu dhe ke bë praktikë edhe kur dim në qatë nivel të spitalet kena mi me pas. orë, inshallah, kena Kur? me orë. Nuk e di, vallaj, për ata për A të e mërim na? kryeministre. A e mërim na? Inshallah, po. Po të shpresu që të punu Albin, mërim, se s'mërim më natë, që ka më shumë sikur natë, njerë dhe njerë Dëgjom, tash doktore, mjekët shërojnë nga njerë edhe me fjallë. Çka thot feja për xhelozin do të pyet për shkak. Sa do të më kon xheloz njëri? Në raste... Edhe në punë, edhe në karrierë, One edhe për në shembull- familje, edhe në burrë, edhe në çka dush. Jo, xhelozia tepër të çon ndam të vetvetes, Po. për shembull. Nuk bën me xhelozu shumë, kuptohet, por kur e ki atë xhelozin ose atë natin, dhe me thonë me njetë të Të mirë. mirë, se s'bona. Për shembull, unë xhelozojsha pse turkët po morën më shumë pikë se sa merita, çka kanë ato më shumë, megjithëse ato kishin sepse e kanë gjuhën, e din gjuhën më mirë, edhe janë vendaset atë, edhe kjo ka qenë një xhelozi, por jo xhelozi që mu ka bot dëm, apo kupton, e ka pas një prapavi të mirë. Të mirë, me Po. të shty përpara. A do të më xhelozu burr? Po, Duhet, a? pse bën vetë viç mu, Po jo, këtu nuk flasin se këtu. që jeta është shumë xhelo. Na je pak xheloza, a? Jo, mos. Po thash t'ja gjuj kësaj, Do ma. të thotë pak çika dhe anë, s'ka shtyje. Jo, do të me Po konë femër është, xhelozën, domethënë nuk mundet me dalë prej. do të me qenë Xhelozoj xhelozë, kur duhet, kur Po. shon ai sen që s'm shkon për shtati, ama Ose s'ke po ku gjatë që s'ka po shta. Nuk besoj, ki burë fantastik. po, ja mirë. Ama duhet pak merite, ka një farë lezeti e farë punë. normalisht, Është xhelozia pjesë e më të mirë. dashnijës. Po, Ama jo deri aty sa që ty që në konflikt me burrin, ndë zotin arrujt mund të marrë. Dhe deri Meritan te këtë rast xhelozan. për një me a? Po. Nuk besoj. Jo në raport me burrin. Aha. Po kallëzo dje, Ha, merit? kena dalë dje kemi shëtit me fëmijë, Po. edhe kemi shku te banesa se kam një banesë në Blena edhe me pa kjo qysh se kjo s'u Se ka. ka po, hale. Po, se ka po. Hala musafir është. Po dhe. Edhe kur shkaj të shtëpia thash se frek ma e kanë mua edhe kuzhinën, e Okej. kanë mobil. Thash atë pëlqej moj? Tha po moj po zatë prej që ati momente janë nisi të më dhimë kryt. Po, a? Do rronë me farë. Unë shkova të shtëpia, tash jena edhe na ato e bë plan me renovu shtëpinë, edhe po e pyes ta por do dekore do sa ne. Tha jam ja po i zotin kallzat po çeti thash po zatën për ata ku marr shtëpinë do dash me renovu më ka nis kryer. Po, Ah, jo. deri kur deri çfarë mos e lejohet me bë për shembull ndërhyrje estetike njerëzit sa nuk dalin prej imanit për fesë. Se A këtë din temë. për shembull, a mund më na tregu që ti po shihesh Onen- ti je okay, s'ke bë kur gjë, ke Ka bë. paragjykime din edhe qikat që unë kam, do me thonë, te e ke bo këta, e ke bo këta, unë nuk kam as edhe një ndërhyrje Po dhe se ti ku po vetme. dokumentet kanë thonë ke bë Shumë. se ke bë. Te ke bo, unë për shkakun shkoj me një qendër estetike, për Bën një mbajtje të reklam, bën fytyrës, trajtim. trajtim. Po. Edhe te ke bo, unë s'kam as edhe një ndërhyrje, edhe as që me ndaj me bo ndonjëherë. Mirëmbajtja dhe Zotin ndërhyrje arrujt, dallojnë. nëse do diçka me ftyrën tem, Nëse po ose s'e zot. di, nështë që thënë, nështë edhe detyrohesh që me ndaj, edhe nëse jam gabim, fal Zotin, me ndaj që duhet. Po deri me tani nuk kam as edhe një ndërhyrje dhe as që me ndaj me bo. A bën me bë?
Për mendimin tam, Po. prap tham nëse jam gabim, shpresoj Do që po fryje në po bëhen njësoj krejt, si më po ajo krejt është motra. do me thonë diçka që ti nuk pajtohesh me krijimtarin tënde, që ti nuk je kënaqsh me Zotin. Edhe menoj që pse mos menet natyral. Natural. Po. Unë menoj që edhe ato sigurisht bëhen me i pa të tjerat, apo jo. Pse mos menet natyral, ashtu qysh ka kriju Zoti, se po shkon edhe të zbek kjo puna estetikës, do me thonë, pesho shumë që po thonë, unë e kom shku, i kom jek, se mu kanë do këtë tepërta. Nuk i është bin mirë me- pishman. A mo me mbajtje me i bole kurës është normale, është Pastrimin mirë. e fytyrës, këto sigurisht nuk janë të ndaluara. Po. Jo, nuk janë ndaluara, po ndërhyrjet me qef, ndërhyrjet që ty nuk pëlqen diçka të vetja jote dhe me Punën, veshin. Pse? Veç nëse diçka ty të pengon, me thonë Po. është pengesë. E Te kjo? te, po atëherë menoj që është. Du ta bëjmë, po për pikën e qefet nuk e di pse. Nuk e di pse. Pse mos me qenë e lumtur, edhe pse mos me kanë e kënaqur me krijimtarin që Zoti ka kriju. A i din më mirë çu të krijon, apo jo? Ka i tash të bukur sikur ti. Jo. Ka shumë. Pak humorse. Shumë femna të bukura Është ka. përcaktimi secilit Edhe me bo- secili po, secili ka bukurinë e Kjo. vet. Dikush më i bukur, dikush pak më i bukur, dikush më shumë i bukur. Mina është tëll. Na bie ylla, kapitanin. Çështo kanë. Po marrë kjo, më të mirë të Po botë. shumë e kënaqsh ne jam. Më të mirë të botë jena. E kja ka pikë do babën. Edhe e di që Sahar e në taku e ka përmen babën. Edhe e emocionohet shumë për babën. Tani mas nisë për flasin për nanën. E kini këngë për babën, ti kësha pas se për naklu, së në të shtë. Që te la Patjetër. hit babës. Po patjetër. Po kanë, po ga bënë, po kanë, se të ti kje. Po ga bënë. Hajde. Fjalët më të bukura prej teje i ndëgjova, për qafimet ngrota nga ti përjetova. Ti ma mbajte dora në ditët më të vështira, tu më thonë qika babës, ti je ma e mira. Mor baba jem, për ty m'ka normali, kuj si dora jote nuk më shtërngon bali. E të kam afer, u thove të Zoti, për jetë për ty lutet një evladi joti. Baba jemi dashur, Zotit më shirom, në gjennetet larta zbashkuna takom. Baba jemi dashur, çdo dit për ty qaj, nga lutjet e mia asnjëherë s'të ndaj. Sa her po lindjeli, nga gjumi më zgjove, për namaz sabahut asnjëherë s'pritove. Qohu qika baba, se pa kohë në mbeti, se në gjennet ty baba, do me t'pas me veti. Kur t'na ndon dynjaja, mos ta shohi lotin, mos e qo larg zonin, mos e idhno Zotin. Se njerëzit do t'ndahen në dynja me zveti, lutem te Allahu t'na bashkoj gjennetin. Baba jemi dashur, Zotit më shiron,
shku në takom. Baba jemi dashur, gjdo dit për ty qaj, nga lutjet e mija, as një herë s'të ndaj. Albim se po kanë? Ma vërtetun që të kanë ndishme se po kanë. Se po kanë? Emocionuse. Për? Zdi, unë falë Zotit njëti kam dëtë. Po, fjallë emocionuse. Për babën, a? Sa do babën, të kam drejt. Shumë. Qa e kështë thonë sonte? Kisha falenderu për dashnin edhe që nuk u lodh kur. Edhe sot me po është i ri kështu fet, babi. Po menoj, po foli personalisht për vete, nuk u lodh prej meje kur, se unë kom ditë edhe me lodh ndonjëherë. Se jam kompakt problematike. Amo, kisha dasht mi thonë faleminderit që na ke rrit me një frymë shumë të mirë, edhe inshallah sa do pak kemi me mujt me ju dal hakësh. Me babin jemi shumë të lehta, po unë anoj pak ma shumë ka nona. Nonën e kam shumë pikë të dopt një jetë. Nonën pikë dopt. Okej. Ha? Pse e ki pikë dopt nonën? Nonë ma, ku ka se nona, plus Ramazan, plus emocionet rritën tash, kur ka... Ama, jo me kaj që ka shumë. Pak ban, ama nuk edhe pse e di sigur që ju trija i rrini shumë ofër për një ju edhe po vajzat e ndjedhën ma shumë në prindë, kështu që djemët janë pak ma kështu natyrë, pak ma që nuk jepen shumë. Mrana sigurisht kanë dashni plot, po... Nëse folim për Ha? për vllaun, se e ceke që the vajzat gjithmonë janë ma dashur, ma të kujdesshme. E shprejnë ma shumë. Po. Unë edhe familja rreth e jonë e din që na i kemi edhe një vlla që është shumë i përkushtun, shumë i kujdesshëm. E keni vis një vllazë, më thonë. Po, ndaj familjes, kështu që faleminderit Zotit që nditë sotit ka një djalë me kaq virtyte që është edhe jetë mirë. Unë e një, është një djallë fantastik, po s'ka pas këna amigable, kështu. Sa kohë rrim me nonën e me babën ti, në ditë për shumë? Me vetë ata të thojnë s'porën të shpjeç. Munona me nejt, unë e kom qef me dalë nën stop edhe ashtu t'i los nën stop, hajde dalëm, po ata dhe po pritojnë ka njëherë, mu me mblonë si mrena ka njëherë. Kom qef iq mi morë me dalë mu shëtit, po kur do që gjej ko t'lirë, kom qef me nejt me ta, me dalë, me shëtit. A banon që është pak vështirë me dalë hakut prind me kështë me u kësy? Jo e vështirë, po menoj që është e pare që. E pare që më? është e pare që. Çka do që bën, plap është Shka pak. do që bën, është pak. Sidomos Albina, mirë që me një qëfar forme e kupton që është për një me e parëqme se hala është e re, hala nuk u bonon. Unë po flas tash në pozitën e nonës. E vështirë, a? Është shumë e vështirë. Tu e pas parasysh që prindët e tonë para 30 vjetë, kushtet, krejt janë konë pak ma të vështira. Shumë ma të vështira. Po, kanë bo sakrifica shumë të mëdha, si çdo prind për fëmijë. Na sot e kemi 100% punën ma të lehtë, punën e jetesës, rritjen e fëmijëve. Kështu që me avkthy hakun, mu m'doket që çka do që të bëjsh për prindin është e pakt, po shpresoj që nuk i kena i dhnuaj
na jemi konë edhe fëmijë, kemi mujtë me idhnu najherë. Milion pa gjë. Po, besoj që jemi konë ata fëmijë që i kemi ndëgju këshillat, nuk kemi pru probleme, me një çfarë fjale kemi ndejt ashtu qysh ata kanë dashtë. Edhe sot jam falenderuese tej mose që na kanë jep një kulturë të tillë që është primare për një fëmijë ose për një nonë sot me ditë me eduku fëmijën tu e pas parasysh jetën edhe rrethen që po na A ki rrethon. kajt në herë për prind, si shpo kanë Albina, Merit? Qysh jo. Ti ki pas edhe lagë, domethënë. Po, qysh Kja jo. këtu po kanë dhe me pakotin në Turqi qa kështë bo? Me najtë që shkja 5 vjetë. As qerekun sa ka najtë Merita. Jo diplom e shkollë. Po ke Istanbulin, merre, Qa na kalon, me më thonë S'pe merre. du? Jo, Po, s'pe du. kjo mvaret edhe pak prej njerit, prej individit, se nëse ne kam shku me studiu jashtë, sigurisht kam shku me miratimin e prindve me jo, nëse ato këshën thonë jo, Sigurisht. sigurisht që jo. Sigurisht. Edhe kjo nuk e bën ato të parënsishme prindet e mi. Po, ne besoj që prindet e mi janë krenare me mua, se Absolutisht. ato që e kum dashtë e kam arrit me ndihmën e Zotit edhe për krajin e tyre dhe duat e tyne, po pa dyshim. Edhe jam e bindur se gjithë kur kisha provim, thësha, kam provim ban do për babë gjithë, i keja jetë do A ki nej lutje specifike që jabon Zotit, për shumë? për prindet. Sigurisht, po, fillimisht tha mo Vjem Zot. përgjithsi kështu, përgjithsi, po na jo që ti e bën kështu Po, personale që ne bojna, do shta kur të baj në doa për, jo ndoshta, kur të baj doa për prindet e me, sigurisht që tha mo Zot, mundsoja aty në t'jetojnë të lumtur, ta kenë shëndetin, t'jesh i kënaqur ti me veprat e tyne, edhe ti t'jesh i kënaqur me neve si fëmijët e atyne, qysh e ceka më parë se ne nuk mujna mi dal hakut prindit, por ne po mundohemi, jemi mundu dhe do të mundohemi deri në vdekje që ato me kanë kënaqt me neve, edhe nuk besoj që kanë në kritikë se qysh e tha jeta na jemi mundu gjithë mi unejt shumë ofër. afer edhe prej një moshë shumë të vogël që na me jetën kemi nis Me këtë punu. profesionin, po jemi mundu me ja u bo shumë jetën qysh ato kanë do, jo qysh kanë do, se prindi nuk i thot e vladit ban ma qëta, se është shumë e zarshme për prindin, ti vetë je përënda dhe sigurisht e den këtë rëndësi, po jemi mundu dhe mundohemi me i bo ato të knaqër, sepse kur ne i bojmë prinderit e knaqër, Zoti është i knaqër edhe me neve, edhe pa dyshim që shpërblime janë shumë të Bim. mëdha, pa dyshim. E kënuve që i ka babës, po e kam një kërkesë kështu për Albinin. Me kënu e kini lahi shumë mirë për nonën me pusë në balla, po ja kënon Albinin që to emociona madhe pak, si do pak më do. E kënaj një refren, A- okej? E kena një djallë qëtu, me pa meje, na i thëmë si më konë, po të hamarit, kështu. Këj këna pas do hamara që i moshin me drejtë. E këllë më që mirësën, u konë një fara ambiente, si që kështu një farë podi i hamarit, kështu që e kena për shkupit, a, Albin? Po, është kolegu jam, një mikime, lartë, Ajrullahon. Lartë, mi se ke ardhë. Edhe shpresoj që i konë ja komodu mirë që tu, i ke pas mësafirë për balë, unë ta kom këthy gati pak shpinën, për jam pak si në profil, kështu që njësë në shpinë tani. Falenderit me juve. Për ty që nonën ku shkresh me putë në balë, po ta kënon motra. Ka më mirë se me kënu motra, për shumë. Jo, dhe s'ka, po. S'ka. Mos më të imane po kanë shumë. Qërëm, me kajtë për prind, është edhe mirë, se është një farë respekti, o një farë ndjeni. Ata njerës që janë normal, dhe më thonë, kajnë për prind. Kështu që, kur gjë marrës, është me kajtë për prind. Marrës o me kajtë në asë një formë, po si do mas për prind, është ndjenë që bënë edhe mu të regu kështë edhe publikisht. Kështu që, me ty jam, as tani. Hajde në rritë, ta puthim nonën në mbalë, këtë kështu bashkë sonte. Këtë nonët tona. O ka zjarë që shon lotin, kur prej shpirtit a i bor
Kur e pyetëm pejgamberin, këm duhet me dasht me rëm, pse 3 herë nona përmendi, a mundesh me marrë me men? Na emocionuar pak motrat kështu. Me kënu motra e mos me kajt motra për babën e bananën me ban. Më dhim dhe pak, po se tra me kajt 2 herë, edhe për babën edhe për nanën. Po dhe bile. Kështu që, po Ramazani e është një farë emocioni qika, pajtoni dyqysh që të vinë dhe emocione pak ma shumë se zakonisht? Jetë? është e vërtet, e ka atë ndjesien me të mërzit dyqysh në jetën kohë dhe me të bo ma të lumtur, ma human, Me të ma emocionu. bujar, po paqe me vetë vetën, me njerëz tjerë, po edhe në jetën kohë është pak i mërzitur. Emocion. Dole pak për emocionit, për të me vetë qikat, kush hargja ma shumë të bijuve pare? Po e në zonë dasma, ha, kush? Albina. Nuk diskutohet ajo pjesë. Jo ma shumë, ha? Kush i merë parë të dasmës, ku jeni bashkë të rjetë? Jo, I ndani, na e kena parat se të la para në vetë. e kjartë, po, ama kjej hargja ma shpejt, ha? Ama Albina, do me thonë, kontribon edhe në shpe, Do që diskutohet. letë fule kjo ma mire edhe. Tonë këta lëtë që i boni për babë për nëmë, për të le me hi kezgja, kur njetë. Kur njetë. Ku të hargja më parë të Albin? Se hargja ma shumë mas parëja. S'hargjoj shumë, se në Jo, është ke që kuptohet kjo hargja pjesë. po pak ma shumë se të dyja, pak. Pak ma shumë se këtë dyja, po, se une nuk Po jam dhe e ki martume, fëmijë, nuk ki kam jas- fëmi, edhe nuk kam obligime më mirë me fëmi, dhe që e kam veç vetën, edhe ashtu s'kom qef asnjë qef mjallon vetit pa ja plotësu. Nëse më pëlqeni diçka kam e ble që ata. Unë a zatë me nëjësem në Dubai me pëlqyja e fajë hoteli masë, Burj Khalifa, s'ka, se që ato ma blenë kjo. Qalla më mëson zoti me ble që ata, pse jo? E kështë bërë njën e ju. Në kur sajta ja, ato e blenë për 2 sezona e kry. Gëzoft, pronari. Pronari i ri. Po. Apo hargjem pak ma shumë, në tesha, në qëka më hargjem ma shumë? Kjera, po del me shëtita, po ban jetë, Krejt. kajti ban? Krejt i bë. Ma shumë si të dyja. Po. Bravo. Unë kom qef me dalë çdo ditë. Më pëlqen me dalë çdo ditë. Zdo dit, Po pa dalë me pi një kafe. ku ja ki qitë një drejk ose një dark motra për herë të fundit që ki pagu ti? Atë kujtohet? Albina, gjithë kur të shkojnë atë nona, edhe thatë, unë nësët jam t'ja bo drejka, nëse darkën, Te le edhe blenë tash që ato, sana që kanë më e bënë edhe shku. në shpe darkën edhe. Unë Në nuk ndërën jam- dhe qysh ku Nuk jam shkojnë. dorë shtrëngu me heq. Aha. Heq. Hiç? S'di me rujt parën. Ku ki qef me jetu? Ki thonë herë në Turki, a ke nru halo ajo? Mendjen. S'kam thonë Turki Po, kur. po, ki thonë herë më herë. Ku ki qef me Jo, jetu? s'kam thonë kur. Ku ki qef? E të heki, bro. Kudo që e ka shkruar Zoti, veç le të është mirë. Ku ki qef që ka shkru aj për shamun? Për ta Armenia? S'ka lidhje, s'kam ndaj preferencë ku me Hiç jetu. s'ki preferenca? Jo. Po, ku Kosova, në Shqipëria, në Evropa, në jashtë. Në Kosovë kam qef, normal dyqysh Jo. me dal jashtë, me jetu dyqysh nështë menoj që si sha ambientu se jam mësu le rrit në Kosovë. Po, A së jenë tjetë jetës. kërkim të fatit? Jo. Jo, a. Hiç s'kura hin pa puna. Po pres Për ta fat, jeton- po pres për që ta fatin me jeton, më qetë jo. mu. Për që ta jeton, ja të luan. E hapë në i, për fatin. Po, Le të vjen, le të të vjet. po. E skanojmë një herë. Okej, bravo. Sonte, nota por e Ramazanit, edhe po shpresojmë që si fyri me orë ka dal. Unë e kalova mirë, sonte mirë. Gjithashtë. Edhe na. Si të mos nga ka mungu Marita. Që 10 vjetë, s'ka na po. Por nga ka këthy e diplomume, tash, sigurisht, ka me ndihmu shumë nona me lindë, ka me nërë shumë fëmijë një jetë edhe sa ma shumë që vinë këtë vend është ma mirë, se këtë po do të mushtu, shtu që sa ma shumë lindje që bëhen, as ma mirë për neve si po. I kena kënu nanës, i kena kënu babës, i kena kënu vajzës, vllavës i kena kënu mëla. Të na kënë një këngë për vla? Po, që Cilën për këna? Kam përzgjedh një këngë patriotike të vjetër, Po, një ngjarje që tregon për një djalë i cili ka humbë jetën. Edhe si përfundim që e vetmja nona më bën zi për Evladin gjithë jetën. nanë mo. Hajde. Hey
si pushka mram, qati e posh nërkaton, thanë se vëran o Jusufi në mram, a kaj nane kaj, thanë se vëran o Jusufi në mram, a kaj e zanon. Mos me qelë tjetër dugoj, mos me mat me terezi, ose nuk ishte gjamazi, ah kaj, nane kaj, se nuk ishte gjamazi, ah kaj e zezanon. Sa do të mojsh ti zi për mu, drejt o vëlla ty me t'kallëzu, sa të marrë kolin malë me shku, e ta mushi plot me dru, kthena mrapa kush me menimu, njanin krama ke thomu, ah kaj nane kaj, njanin krama ke thomu, ah kaj e zezanon. Amane ty oj motër, zi për mu, sa do të mojsh, sa do të mojsh ti zi për mu, drejt o vëlla ty me t'kallëzu, fiste unë jam qelu, fiste ja bane gji, atje s'mlojnë vëlla me t'majtëzi, ah kaj nane kaj, atje s'mlojnë vëlla me t'majtëzi, ah kaj e zezanon. Amane ty o i gru, zi për mu, sa do të mojsh, sa do të mojsh ti zi për mu, drejt o njeri me t'kallëzu, sa të marrë knota te qkojnë kru, ti sho që qysh janë ndru, me i herë me lia ka me më shku, lypo veni me u martu, ku në s'kanë dhe këburat për mu, buri jem ti ki me kon, për ty që në motër e non, ah kaj nane kaj, për ty që në motër e non, ah kaj e zezanon. Amanet ty moj nane, zi për mu nane, sa do t'mojshe, sa do t'mojsh nane, zi për mu e, drejt o birë ty me t'kallëzu e, sa t'ka ymer nana me jetu e, del pran vera qyqja me knu e, remo ka me i një mu e, i një manë nana reme, dejta gjojni djallë të rije, t'ja veshtir qet me gjurdije, t'ir gjurdije në taltije, edhe shokën plisin e rije, dal në stoge i rin karshi nona bash në stoge, nashta ma je këpak malin tane. Ka je zeza no
Çka keni me na thonë për çet emision, çet ambient që e kena bërë sonë të kështu, të pëlqen ambienti më së pari? Shumë mirë, faleminderit shumë edhe një herë. Vëllon është emisioni i parë që me bëjmë çet ambient. Kështu që besoj që keni që thonë na kamën e hajrit. Inshallah. Unë për veti u kënaqa dhe pse nuk fola shumë, po pas ka morë malle, seriozisht me nejt edhe... Ty të thamë në fillim, ti dhe më thonë sonë dhe e bia që nuk... Gjdo shpije ka kalin bi që s'prek punë më dorë këtë bjerë, a këni pa? Jo, bre, jo mos... Ja më shumë cilësa që është. Po jo, ti e këtë thonë, e kishë ju. Po. Kështu hekin, ma shumë ti. Po e kanë ka një moment që thonë, po du me shku sonë dhe vish me nejt, të vlama, të nona, të baba. Na jemi si kategori e ndome, unë me punë shpis, Merita është me fmi. Okej. Shumë. Edhe më shumë me fmi, Albina, po. Kuzhinën. E kam një ide që do pite i qanë, këtë tish. Shpejt iftarin më së haroni. Jo. Do të vimi iftar biskret në Kaçanik. Tim ke premtu shumë herë që kemi orë në Kaçanik, po kur që ky iftari, që ky Ramazan ka më na mbledh edhe ju, edhe neve, edhe këtë stafin tonë, edhe ju, edhe me bashkë, edhe me bani iftar të mirë, se e ka shëretin në vetë Ramazani. E thamë, për fillimit i bashkon njerëzit. Sidomos të në Kaçanik. Të ju është fantazi. Tamam, arom Ramazani. Të ju është e vërtet arom Ramazani. Bravo. Merit, çka kemi thonë publikut tanë që të kanë dëgju, të ka suportu, edhe a ka pas në moment ku ju të rria i një kanë fillim edhe në ashtas s'keni pas mundësi me bani projekt, me bani mundësi me bani medal, në publik, me prezentu, me paraqit, me shku me një dasëm, me shku me një tribun, me shku një kënë që ju këthe në kohë një herë. Po, ka pas shumë. Problemi vetëm kam qenë unë edhe djetë për çka se kam qenë jashtë atje në Turqi dhe ka qenë një farë lloj pengese. Do më thonë, ka pengu pak mbulesa që e jote, atë ka pengu po thunë punë më herë dhe? Jo, punë jo. Okej. Jo, e pata fjallën që... Pengesa që ti e shku në... Po, shkaku që s'kemi arrit me bo ndë një projekt, me jetën... Po, prezenca e Meritës. Mungesa që e ke këri punë po dhe, kështu që mos i bjerë pishman. Jo, Ke diplomu, bravo, dhe shpesojmë që këtë njerëzit që studiojnë jashtë, me në këthy se i duhet me këti venin, veni vogël je, me në shku njerëzit tonë, që kam jamajt në të shkrejtë. Pa dyshem që po. Pajtosh me mu. Shumë. Albin, kur e hajmë piten, që kemi me thonë për këtë bashkim familjar që keni bota është? Faleminderit ty për ftesën. Keni në shpet juj. Unë e musë mra me avuru besimtarve musliman muajin e shajt Ramazanit, pa që begatia qofë mbe krejt besimtarë muslimane dhe inshallah Zoti javë pranon agjërimin, ja letëson atë edhe çdo lutje inshallah javë pranon Zoti. Agjëru shumë po të lutem ja Allah, ja Rabbi kollaj mërzin me ma ba. Ka projektan dhe të uje po qaj sot, falëm nëse të proj me këta lot. Ka projektan dhe të uje po qaj sot, falëm nëse të proj me këta lot. Falëm nëse të proj me këta lot. Përshëndetje nga ngurbeti në Ramazan, ka mërzi sa shkumajt e tit për babe për anan. Përshëndetje nga ngurbeti motër vlla, kisha dash mjo pas nga të veti, iftar bashk me ba. Prej meje i pitone nuk di me qitë, kështu po të kalzaj pisontet. Që po thonë që i ka t'i kuzhin? Une, qka do tjetër, bëj pita dhe bokë, kështu me zonë s'di. Kuleq nuk dimi do, hala. Ja. Po, shpëtim të kalzoj një rast. E rej është mësohet. Nona ish para një 2-3 muj vesh me pak keq me shëndetin. E tash veç Albina në shpes ka pas. Kush me punën e bukës edhe Albina ish që tha, po du sot mi bo do bukë të shpijës. Kjo, qyqja. Edhe
i kanë zonë atë burë, sa me shpërdona për furra, a din? Ku ka furra nga qani? Kej saloni me kërë të sajna. Para me do. Ka thënë telefon, tha, qysh me i bo hyrjet bukë, tha se, ku më zonë bukë, tha, kofja, ka do krejt për kofë, sa nuk e di, tha, Që ka ardhë bukë, që në rritë. Okej. Edhe mos i ka, nuk e di shka bo me atë brumin që e ka përgatit, veç nuk e di, i ka bo do pet, lam duket, e tjetërën veç e ka Kjo ka. është qike reala, edhe normalisht ka kohë më mësu mjaftueshëm, kështu që edhe është punë këtë kohën e për dasmën e për ja falem. Kështu që edhe je mësohesh, po, mos falin. Me nësi është me shiu ku të hanë shushimin, me bo, dikur del gjithmonë që e banë bukën. A s'ka ndodhë duket njëherë me kënu një dasëm me mikrofon nalë një 2-3 orë? Ku s'ka ndodhë kjo Albin? Para se me mbyllë këtë emisja personte? Ku je kanë? Kërkon. E harra dhe mikrofon nalë. A u konë kështu dasëm me talit muslimona, ha? Knoti, kemi nuk qenë- nalë. Kush ta... Me një dasëm? Falem, që Po, të rast po. kush do që ta ka tregu, Po, që atë në bënë fytjen, jo mu. Ai ka So në panë e ndodhe, vogël, e mitur, këtë të lujtaj të bajkore, i koni vogël, ha? të bajkore me një fmi. Me sabi, zote. Qysh në ku ka ndodhë kja me kënu mikrofon nalë 3 orë Kemi të të qenë me një kalmanin? dasëm islame, Ha, mërit? edhe Albina. Tu knu kjo, ha? Në fatë. Edhe ishme dhonë edhe jetat në skenë të knu. Po. Me thonë qysh e kemi na këndimin vetëm e gra. Edhe Albina e ka pas atë emocionin që kur dalë ke për para, të isha mere kënë, adin kënëri ilahi, dhe isha me shty, adin. Edhe janë ato emocionet, të nësot kur dalë në skenë, kam emocione, Vlesh. alo. Edhe kena kënu kjo me ne. 3 orë, ha? Për fillim Edhe e mbarim. Këdhe me mbarim. Po, Ka ardhë koha bukës, ose nëse më kujtohet, e kena përfundu, ka ardhë personi bashkëpunëtori që i mlet teknika, thonë, tha, kush ka kënu me të mikrofon? Tha Sharina, tha, pysh më repu kësë kona asë në rrujnë, asë ka gjonë. I najtë. Edhe, nuk është që kena dash me pa, i Po, gate me ta. qaq vokal të mirë që ka kja të fëqeshëm kësaj nuk e di mikrofoni. Jo, valla, ja, Që- vina ka zonën Bilbil tepër është. të bukur. Shumë të mirë, mashallah. Talin 3 orë, ha? Ani nuk o shumë. Edhe e për që i kare, ja provet e mësoj një. Ama që aty e ka je kjo atë. po, dhe që aty kom je ka të Ju emocione. garant që aty dhe këni fundu që kja kënëm për i me. Të mënu që kja nuk kënëm, pa mikrofon të Jo, mënu. kjo e ka zonën shumë të mirë, se Jo, nështë Bilbil, nuk është mirë me e lëvdu, ama... Besi për në me e ka Ramazan se e kish kënu keni balon ma kish shtinë dhe i për zgjallë sonte, apo në sonte, Ramazan. jo, ne kena kry për sonte, po duhet një kom për fol, edhe mi falenderu që e kena nisë bashkët në rak, jo, kjo emision më konë sonte nota e parë e Ramazanit, praktikisht dita e parë dhe iftari i parë dhe tash edhe pak shifyri i parë, edhe na si staf i këtij emisioni krejt besimtarëve i javërojmë këtë muaj të shetë Ramazanit, në shpresë që ka me kronë agjerimi letë, shkurt e kemë, dhe më thonë, deri në 4:30, 5 iftar, po mënoj agjerimi përfundon, letë e kemë. Shkon shpejt, Po. banu të fort, bani gajret, knaquni edhe bani punë të mira sa ma shumë, edhe ju që nuk e agjeroni, edhe ju që e agjeroni. Motra, faleminderit që një kanë të Faleminderit motrat, ty. që një kanë sonte me hapë këtë emision të Ramazanit dhe të kësaj jave. Edhe emisioni i parë në këtë skanografi të bukur që po na jep në fara ambienti herë në Kasanik, herë në Pej, herë në Dogazin, herë në Granicë. Këto janë të përfshime se kanë me konë krejt njerëzit dhe krejt treja shqiptare. Nuk ka zhvisht një Kosovë ose një provincë e Kosovës, po janë krejt trojet tona etnike, me shpresë që kena me bo emisione pak ma shumë për këtë Ramazan, edhe kena me pas musafir të ndryshëm. Unë e kësha përfundu sonë të këtë natë qika një se pajtonë edhe ju, me një kanë kushtua legjendari tonë, krye herojt kombit edhe këshari. Patjetër. A fjallë. Me shumë dëshirë. Publike tasha me mora fjallë, pja qesim kapakin për sonte, syfyr të mirë edhe nesër agjerim të letë, ju duam fort. Vajza, faleminderit shumë. Faleminderit Faleminderit. juve. Knatësi. Faleminderit. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thurë kong, me i thurë kong, bash legjendari, ti kënë doj, ti kënë
Taj sa vjet se shepre kazin dhe reqakun. Taj sa vjet se shedrenicën. Taj sa vjet dhe Mitrovicën. Taj sa vjet qo adem, qo po thonë zasht e malit dhe bilebilat. Qo adem, po thonë lule dranë da filat. Qo adem, po thonë konga tonë vetrimat. Qo adem, qo shpejt mos rrite vari, thot nën lokja. Qo se mjaft ta vladit i valin toka. Qo se ty të kërkon eta në Kosova. Ty adem mora fjale, mora vargun, mora qargun. Me i thurë kong bash legendarit. Ti këndoj Adem Jasharit. Ti këndoj e ti them se gjaku i ti është vet liria që ka ardh në Kosovë brigje drinit. Kjo liri ja flatit i valin trimit. Ja flatit